Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Fjalët e fundit që Gjesti i drejtoi Eglit në obor i habit të gjithë. Një bisedë e qetë mes Gjestit dhe Eglit në oborin në shtëpisë së famshme ka sjell një moment reflektimi dhe qartësimi mes dyshes. Duke folur hapur, Gjesti theksoi se ndjeu nevojën të shprehej për një detaj që sipas tij i ka mbetur peng. Nuk më intereson, veç për lotët që ke piku prej meje, veç për këtë më vjen keq, asgjë tjetër. Gabime dhe keq kuptime këto kanë ndodhur. U shpreh ai me një ton të qetë dhe të sinqert. Ai shtoi se gjithçka që ka ndodhur mes tyre janë gabime dhe keq kuptime që nuk ja vlen të zvariten më tej.